Të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur tek emisioni Burra dhe Gra, si zakonisht ora 20:00 në Radio Televizionin Dugaxhini dhe si zakonisht me Ariola Demirin. Ariola, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Gra dhe Burra. Gra dhe Gra, Melinda, mirë se vjen. Përshëndetje. Melinda Dreshaj dhe Yll Dreshaj. Mirë se gjetëm Burra dhe Gra. Jena përzi krejt. Ja, si na përzi hiç. Ama që u dash me ardhë në emision edhe me zbulu kushërinën. Yes, jena familjare. Po dalim kushërina, avash tonë Kosovën. Tonë Kosovën. Do më harrojmë, këto jam dy thana shembull që laborojnë këtë pjesën me gjetë familjarët e tyre sa do lartë që jo. Yes. Po, është shumë e rëndësishme me i ditë të rëjnët, ka kena pas kushërira. Edhe ka pas të Ariola, tha fort që ke Merlinda për më përlqen dyqysh me bon për Gjoko ja kanë ngre. Tani kur dole Tash familjore të smura mu partuna i sa në zvetës. E kemi sonë të një temë shumë të rëndësishme, nuk është e re, realisht, veç kur po dolin vetë do të tani po dramatizohet. Është aktualiteti i ditëve të fundit. Po del një aktualitet që shpëthot edhe Ariola dhe po harrot mana 2 javë dite. Vetëm për me një farbumi edhe mo harrot. Po kjo dihet po. Po si çdo histori që historia më e madhe 3 ditë zgjatë. Dhuna në shkolla, këte vidon që kemi pas nga shkolla pavarësia, ka pos debate pro dhe kontra, do të flasim pak edhe për punën e disciplinës të nxënësve, edhe për mungesën e shkollave speciale për fëmijë që janë të pa disciplinuar. Po, për riedukim. Për riedukim, e tjera, edhe për bullizimin që u bëhet fëmijëve në për shkolla. Tani, që keni me thonë për dhunën në shkolla, relacionin mësim-dhënës, nxënës, prindër, Ariola. Mendoj që kur janë fut të drejtat e fëmijëve, si që ka e gjithë bota, mendoj që nxënësit pak kanë abuzuar. Le të themi që kemi edhe mësues me mendësi shumë të vjetër, me mendësi diktatoriale, me mendësi që i bojnë nxënësit mundike, se duhet flasim për të dy anët, jo vetëm për njërën anë. Ka mësues që nuk janë të updatum, që duhet me pas një qasje ndryshe, sepse brezat ndryshojnë, nuk mundesh si brezi i viteve 1990, po themi për ata që vetëm e kanë startu punën 1990 edhe vazhdojnë t'jenë aktualisht, po themi, edhe sot mësimdhënës. Dhe ideja është që çdo brez ndryshon. Çdo profesor, mësues, që e ka këtë zanat fisnik, duhet të updatohet me çdo dekadë. Në çdo dekadë ai duhet të updatohet me sjelljen, me ndryshimet, sepse ka ndryshu shumë nxënësit. Do të thënë, moj mend veten si nxënëse që për shembull kur kena bën ndonjë gjë në klas, kena fut specin e djegës në stufë për mos me bë mësim. Edhe mësuesja na ka mbyll derën, na ka lënë mrena edhe hëngrën vetë na specin e djegës. Dhe mendoj që kanë e gabume, sot e shoh si të gabume. Ku e kemi na drejtën për me ndërprej mësimin? Jo, shumë e gabume, ik për mësimin mos. Okej, jo, unë se shoh gabume sepse prit ta çoj deri në fund ylli edhe që mos dal prej mendimit se tani nuk di mu lidh. Mendoj që bashkarisht edhe pak e kanë fajin prindrit. Ideja, shiko, edhe une, për shembull, nëse shoh një mësues ose dëgjoj prej fëmijës tem që një mësues është pak më i vështirë se tjetri, prirna me shku edhe me thonë që fëmia jam nuk e do me të keq. Nuk funksionon me të keq, se nuk është rrit në çfarë farë lloj mënyre. Ndoshta nëse ti sillesh pak më mirë, ndoshta ka me pas ndryshim. Ky është shembull, nuk po marr shembull personal. Po nëse fëmia e don me dhunë, atëherë duhet me ja dhonë me dhunë, në kuptimin jo dhunë fizike, po pak dhunë autoritari, një autoritet pak më të madh. Mendoj që faji është i joni i përbashkët, mësimdhënës, prindër dhe fëmijë. Kena marrë shumë drejta, unë drejta jeme me unie, drejta jeme me fol, me hi, me dal, jo. Institucioni i shkollës është një institucion që ka rregulla dhe duhet mund ndjek rregulla. Fëmijët kohëve të fundit, kushdo qofshin ata, e kanë tepru pak, sepse imagjinoni veten t'jeni me 30 nxënës në klasë, me 30 karaktere të ndryshme, 30 energji të ndryshme, dhe dikush ta prish mësimin, tani ton fëmia bën bashkë, se thotë këti s'po ja prish, s'ma prish as mu.
Dhe është e vështirë sot me qenë mësimdhënës, ma besoni, është shumë e vështirë. Janë kohë shumë të vështira për mësimdhënësit. Qa dishë me repliku? Plotësisht jam i pajtimi që thot Ariola, vetëm ku nuk më pëlqej ajo pjesa kur ka vendosë nxënësit me fut specin e stufë, realisht ajo ka bë me vetë dije për mos me mbajt mësim. Domethënë automatikisht është një dënim shumë i mirë që ka dhënë mësuesi për me nejtë në klasën dhe me mbajt mësimin, sepse ai fëmijë ose gjithë ata fëmijë. Na e futëm specin e për mos me mbajt mësim. Mos me mbajt mësim, se ajo bën tym edhe jep. Tash kjo është një dënim i mësuesit. Ose si bumbull ose si janë këto gaz lëtësjellësit. Kjo është një dënim i mësuesit që ka bërë shumë të mirë, shkakut që ju me qëndrua të mranë dhe me kuptu gabimin se që e keni bërë. Te kësh ditë që të metod Albin Kurti, atëherë sa gjujë ke kësi gaz lëtësjellës që kësh fut specin mrena këtyne deputetve në parlament. Po dhe, ma mirë me o fut specin se gazin. Po s'ka pas shporeta në salë të parlamentit. Jo, po kjo mënyrë kanë pak më e moderume. Tjetra është me lejnë, shkaku që është jonë dënu këta nëzonë, sa për me mbajt atë dënime dhe shumë mirë që me konë vetë disum nëse pas nëse mësë me bajt njëjtë në gjahë. Gjo që më kanë ndodhë dhe mu, po jo me spes me gjana tjera. Kur flasim për dhunën profesor ose arsimtar ndaj një nxënësit, realisht gjithmonë ka më gjyku profesori ose arsimtari. A është e pranueshme ose e lehtëshme për me urraf nxënësi jo as pak. Nuk e ka drejtën e botës askush, jo as prindi, po realisht në atë kohë që unë jam rrit edhe që unë e kam kry procesin mësimor, gjyshimi ndjerë, sa i ka qenë si prindi im, do më thonë që gjithë kohës ka ardhë në shkollë, aj për mu dhe jo babi. Po saherë që ka ardhë në shkollë, ka thonë në dëgjëm, sës në qoftë se kë nuk të nga nëse diqka, lirisht e ki lejnë me, jepja shuplakën në dritë dhe veshit. Gjotë që, okej, unë Po, kjo është gabim. Okej, pra atë ku nuk o kon gabim. Sepse, jo, së është gabim. E koma, po, unë qështu e mbaj men për mësusës së canë husa i kur sa arraj, ajo kon mësusi ose arsimtari. Jo, është gabim, normalizimi. Jo, gabim. Jo, nuk është dhunë kjo, si kam kuptën. Jo, po nëse i ke najtur ylli, i ke najtë se i ke ditë si flakareshen që shëtë. Po, normal, jo se i ke respektu, po i ke najtë për i frikës. Respekton në nxënësi mësusin, po menoj mësusin nxënësin për respekton, atëherë nxënësi për merat vetë besimin shumë të madhe dhe pja kish përdor atë gjë arsimtarët të mësusit. Unë nuk e normalizoj dhunën. Nuk e normalizoj dhunën. Jo, s'mundesh me që gjenerat që është tash, jo aspa. Jo, mundesh, është një trekanç, është një trekanç. Në atë kohë në zdi që kom pas telefon në shkollë. Në atë kohë nuk diju në që kom mujt me inqizu mësusin. Unë e di që bullizimi, dhuna janë normalizu. Unë nuk e normalizu. Po flasë për pjesën që më ka ndodhë, për tash nuk kisha dash me ndodhë. Atëherë, jo më pak se 2 vitet e fundit kena humbje të jetës së fëmijëve nga mosha 12, 13, 14 dhe 15 vjeç që janë duke e vra njëri tjetrin. Mungesa e shkollës, mungesa e prinderve për të zgjidhur këto përdorimi drogës. Përdorimi drogës pa diskutim, po mungesa e bashkëveprimit dhe bashkëbisedimit prinder, mësues, institucione, se ti kur e di që të ngatrohet fëmija ti duhesh me shku me njëherë, jo me normalizu, hajtë se sa në s'ka, hajtë futja dhe ti grush njëse, shka edhe dhe përfundojnë fëmijët në viktima. Do me thonë, vetëm 2 vjeçarin e fundit është e tmerrshme, është e kletshme, se sa fëmija është vrarë në Shqipni nga mosha 11 deri në moshën 18 vjeç duke vrarë njëri tjetrën me thika. Dhe akoma nuk po shoh bashkëbisedime as televizive në Shqipëri, as në Kosovë, për këto ngjarje, bëhet ngjarje. Ditës diskutohet një javë ditë me të rritur, vetëm lajm se është lajmi i fundit, po mandej mas lajmit të fundit, qa po bojmë na si shoqëri, prinder dhe nxënës për të ikë kësaj dhune, për të mos e normalizu. A e normalizojmë bullizimin në shkolla sot? Po, e normalizojmë, se merrem 2-3 herë me to dhe pastaj krejt do me thënë zmadhohet. Sa fëmi ka të traumatizum vetëm për i bullizmit. Nuk e duen vetën, duen me bave të vrasje, nuk ju pëlqe me shku në shkollë, ngelin mrapa, ngelin distancun dhe diferencun për i pjesës tjetër shkollës. Këto është mirë me i bas sa ma shpesh dhe jo vetëm tema sa për me i diskutu sonte, po duhet me shtrin një panel shumë ma gjanë. Prinder, fëmi, me ftu edhe fëmi,
edhe prinder për me i dëgju këndvështrimet, edhe arsim dhënësit se. E vërteta është që kur ka ndalë ti zgudzë mësuesi mu me më zhujt mua dhe une po bëjt qa duhet në klasë, jo. Po që kjo është ajo që në atë ku unë e ko magër një shuplat. Shushe kena regullat në shpe, Shushe kena regullat në shpi, janë edhe në shkollë. Jepja në ram. Nuk jënë të mgjonë me full. Nallo. Ja, më unë e kohën të me po. I got it, zamën. Okej, unë e kështë dosh me cikë që për mendimin tim është një trekënsh, do më thonë, thmija, mësuesi, arsimtari edhe prindi, që nuk bën mu thy në asnjë pikë, edhe do të me pas bashkëbisedim, edhe do të me konë në koherencë, do me thonë gjatë gjithë kohës me situatën, me relacionin mes këtij trekëndshi. Ndonjëherë ka mësues ose arsimtar që nuk e ka një inteligjencë emocionale me nxënësit. Unë e kam pas një rast kur edhe vetë në të kaluarën për disa viteve kam përfunduar një muaj praktik në një shkollë fillore në qytetin e Pejës. Edhe kam vrejt që nëse ti në disa raste ishe ma empatik, edhe ishe ma ndjeshëm edhe me nxënësin ma problem të klasës, në momentin që i falshe me të mirë, edhe me qetësi, edhe u mershe me ngadalë me të, qasja ati ndryshoj këtë totalisht. Unë e ka herë besoj që du të me pas ma shumë nerva mësusat edhe profesorat që mu marrë me nxënësa. Se nga një herë e kom vrej që për faktin që jënë shumë nxënësa në një klasë, nuk e kanë atë energjinë edhe ndoshta i kalot puna e disa viteve, edhe nuk e kanë atë energjinë që mu marrë me nxënësa ma personal edhe ma specifikisht për një problem të cilin ata jënë të e ndje ose të e kalu. Se fëmia është fëmijë. Rritet në sferat të ndryshme, në mënyrat të ndryshme, me rreth të ndryshme, edhe krejt atë edukat që e merr ndër vite, e merr nga persona që i shenë ose i ndëgjën ose i ka pranë. Kështu që fëmia do të mu trajtu ndryshe, do të me punu sa ma shumë me fëmin arsimtarët, prind, pashtu, do të me pas ma shumë psikologa edhe sociologa në për shkolla. Janë kyqe besoj për mi trajtu edhe mi eduku sa ma mirë thmi që mos me arrit në këtë pikë qysh po bohen problema dhe qysh po bohen raste shumë ekstreme. Që ekziston një bullizim i madh nga ona e mësimdhënësve në raport me nxënësit, kjo është e pa diskutueshme. Është e pa diskutueshme, na kena pas edhe në kohën tonë, po kena ditë mi kalu ndryshe. Një mos punë e madhe nga prindrit, me fëmijët e tyre, po ashtu është rëndësishme. Është edhe një fenomen tjetër që e kom vrejt tek fëmijët e gjeneratat, veç edhe shto të kësi, tek gjeneratat e shkollës fillore, sidomos për klasës të 5 deri në klasën e 9 ose të 10. Djemët, sidomos, i kom vrejt që shumë shpesh këto këngët e këtyre reperave të tanë të dashur, që shumë shpesh kanë dhunë, edhe folin rreth dhunës, edhe rreth mangoplakut, edhe rreth forcës së dhunës, forcës që maltretimit, të bulluzimit, apo të bërit të ndjerë keq dikon tjetër, për fat keq nuk e kanë vedjen se sa shumë djemë të ri mu ndiku prej aty në kongve. Edhe kom veç shumë shpesh të ishan edhe në për TikTok, djemë të ri, klasë 7-8, me kong të reperave tonë, kong duke shqit manguplak, sa aty bas ata se mangupave shesin, edhe jënë thmi, edhe shesin manguplak thuti, ata jënë të dash tash të nis me myt dikon, me vrat dikon, edhe jënë një band e fuqishme e Kosovës. Kjo është shumë e rrezikshme, edhe du të me punu shumë edhe rreth kësaj çështje. Se unë e kom vrejt që edhe ato vracit ose problemet që ka ndodh të inspiru ndoshta fëmija prej këtyre kongve që i kanë dëgjuar. Që do të me pas shumë kujdes. Jo prej nanës. Ka raste ku prindin nuk e din çka të ndodh me fëmin e vet, se fëmia nuk folin shpesh. Fëmia është tash shumë baba shkoj jepja shuplak edhe ti se me të reja i ty. Që ka dhe kësi raste, unë po foli për shumicën. Ka raste ku fëmija prindi nuk e dena qartë ndodh me fëmine vetë se fëmija nuk fol. Ne kemi pa dhe këtë serialin Adolescent që është një serial ndërkombëtar që ka bo shumë buj edhe pikërisht për këtë arsye. Për shkak të mos kujdesit të shkollave edhe të rjetit social të edukimit me kundrejt fëmive. Do më thonë ka përfundu që një fëmi adolescent me vra shoqen e tij.
edhe ka qenë një mesazh shumë i mirë fakt. Në folëm edhe temin kur nxënësi ja ka fut thikën edhe profesorët ose mësuesit, domethënë edhe çike pjesë, domethënë. Po krejt kjo rrjedh nga mungesa e edukimit, nga prindve dhe arsimtarë ndonjëherë. Melinda që e tha më shumë të drejtë, edhe këto këngë të cilat 24 orë dëgjohen nga fëmijët tonë, rrjete sociale, të reperav, që transmetojnë dhunë, po e citoj ambasadori ynë Avnis Spahiu, njerin nga intelektualët më të mëdhenj shqiptar. Kur ka qenë drejtori e radios, një reper ja kishte thënë një këngë, edhe i thot drejtor, e kam sjell që të këngë apo e dëgjon edhe a mundesh me lëshu, kur se harroj këtë histori. Edhe po e dëgjon në Avnia, po e dëgjon brenda këngës 20 herë të ja shoh nonën, ai. Edhe në fund, drejtor, thot, qa me ndonë, thot, ty nonën kështu atje ku ta kesh. Edhe a i nollët e thot, qysh po më shonë, thot, po ti që 20 herë në kongë më shove, unë e bile një herë të shova. A shumë e vërtet, që po transmitohet dhunë, por dëshiroj të thamë edhe i diçka, që puna edhe ajo edukata që prindi duhet me e transmitu të fëmijët e vetë, është që duhet me ditë që mësusi ose mësusja mas familjes është njeriu numër 2. Pajtoj me ty që shpesher nga ona e prindve transmitohet jo respekt ndaj mësimdhënësve. Ka dhe kësi raste, pa dyshim. Në anën tjetër, unë kam qenë një rast njëherë kam morë pjesë në mbledhje të vojzës time, tash u rrita e 18 vjet i ka, po kur ishte në Fajkonis shkollë publike. A beson Ariol, mësusja Kumri, 3 orë mbledhja ka zgjat për a me i ble, a me s'mi u ble fëmijëve një orman për me i vendos librat aty. Edhe në fund, i thash lumja të lumja që nuk në epë mësim ne prindërve, po ju epë mësim fëmijëve tona, nuk ka komunikim mes prindërve, mësimdhënësve edhe nxënësit. Këtë rëkanshi që thashtë në zdo të me mungu në asë një pikë. Edhe besoni që një pjesë e madhe e mësimdhënësve, këte po flasë nga përvoja me fëmijët e mi, transmetojnë shumë i bullizojnë nxënësit. Po mënon pjesa e arsimit? Pjesa arsimtarëve dhe arsimtareve. Nuk tolerojnë në shkollë me uqunin nxënëse me thonë arsimtare nuk menoj si te. Po, nuk mendojnë. Talojnë me menduar. Nuk talojnë me menduar ndryshe. E vërtet është, momentin që një fëmijë, një student, duket më lartë se mësusja, ose që ka një mendim të kundërt me mësuesen, se ndodhë dhe kjo, mësusja i rritohet dhe mësusja ja vë gishtin me i thonë ti mos më prish murin e mësimit. Pra, dhe me thonë, pra ndaj thash që është koha që mësus, nxënës, prindër, mu updetu me të rejat. Shush është momenti duesh mu sill. Mu ma kanë bëhu vojza ju të nxënësja ma e mirë, po na kthen fjallën. Edhe unë ja kam bërë arsimtarës në falë, po kjo ma kthen fjallën edhe mu. Thash, unë e kam mësu fëmijën tim, me ma kthy fjallën që kur e kam gabim me pos debat mrena familjes. është ma e shëndetshme. Është edhe gjithë se cilin nxënës e ka mendimet e njëjta. Nuk është me kthy fjallë. Ajo sepse është e vërtet me lajm kjo. Unë, ndoshta si ti, kam mësu fëmijë që mund thonë jo. Nuk më pëlqen, po kjo nuk është me ta kthy fjallën, kjo është me mendu ata, me mendjen e vetë, me karakterin e vetë, me pavarësinë e vetë, dhe nuk është me ta kthy, na duhet me nda qa është me ta kthy Allahun dhe qa është me pas mendimin tonë personal, po mësus nuk po e pranojnë mendimin personal mësus, nuk po e pranojnë mendimin personal të fëmijëve. Sikur ju tret që nuk po pranoni për shembull që unë duhet me e mbyllë emisionin për sonte. Në përdu vista për mbylli, shkollën fillore, unë kur jam kone, kom hangër shëplakën, jam ullë, kom su, edhe, nga me shpak, nuk për normalizoj dhunën, prapë se prapë. Aja koha ka qenë qatë kohë, mund ka bo mirë. Me konan qatë kohë dhe me linda ta kish fut shpesh shëplak, kur nuk e pa lidhje në debat, kur ma kanë thirë prinde, nuk kem shku në shpe, mi thonë po vëllat therën. Po aje ka marrë gjithë shishtë një mundësi për më shku me thirë. Kështu që, se i bot profesorët ose arsimtarit, video, falem më shpreje, a ke bo mardhonje, a ki kaq, ju shëplak, po ato e kisha bu për spital.
çik qëra. Jo, ai do të mojë do të ndryshe edhe me fol me to me qet edhe me të mirë. Çani ton profesori ta ke bën marrëdhënie, edhe me inqizu. Mungesë edukimit, nuk bën me shpejt. Jo, shumë shpejt. Oj, Mirlin, Dhe kisha përjashtu automatikisht për shkollat në zënës. E unë me të përjashtu prej debotit që me Unë me herquna dhe dalë. Po jo, zbën asë Natën e mirë, do rishihemi javën tjetër me temat nxehta. Kaq për sonte, Zoti rujt shqiptar ku do që jeni. Na rujt edhe neve. Edhe juve. Ju dojmë gjithë, va? Hajde shqiponjën krejt. Opa!